Kush janë 7 banorët që shkojnë në nominim një e papritur për Gjestin? 7 banorë kanë shkuar në televotim mbrëmjen e së martës. Gertës, që është në nominim të përhershëm, ju bashkua Gjesti për shkak të shkeljes së rregullave të vëllait të madh dhe 4 banorë të tjerë për shkak të nominimeve, 2 emra 2 arsye: Miki, Kelli, Ola dhe Viserlo. Në një zinxhir shpëtimi për të zgjedhur liderin e javës, Kurizarta ka zgjedhur Mikin, Miki Lorin, Lori Kellin, Kelli Aldon, Aldo Danjën, Danja Laertin, Laerti Valbonën, Valbona Jozin, Jozi Olën, Ola Rozanën, Rozana Gjestin. E fundit në zinxhir ka mbetur Gerta, e cila automatikisht është zgjedhur liderja e javës, duke fituar kështu të drejtën të çojë një banor në nominim për shkak të avantazhit të liderit. Ajo zgjodhi të dërgojë në nominim Valbonën, së cilës ju bashkua edhe Laerti, duke qenë se janë një banor i vetëm në lojë. Çfarë lojtare je super lojtare, Gerta Gixhari, ka thënë Valbona duke qeshur. Krahas nominimit, vëllai i madh ka rezervuar edhe një tjetër dënim për Gjestin, pasi qelloi Viserlon dhe Olën me vezë në kokë, të vishet me kostum si pul dhe të ngro vezë, deri në një moment të pacaktuar, çka ka bërë që banorët të shpërthejnë në të qeshura. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.